Çka ta merr menja? Me morë një grua për ative a gjithë. A më ne pajton me dënisen. Për shembull, ditën e Bajramit i ki bleti kostim asaj, ditën e Bajramit. Aja do ditën e Bajramit kostim, do ditën e 8 Marsit kostim, 1 Maj do kostim, 25 Maj do kostim, 22 December do kostim, natën e Novëgodinës do kostim me këtë do, kostim për datë lingjën e shoqës teme, kostim për datë lingjën e shoqit tem, kostim për ata kostim. E pa ajo kostim e minja duhet me janë gjithë asaj pra. E kjo këtu shka është kjo këtu shka e ki, kjo të shpija shka. A ka shumë kostima kjo? Kjo veç pun po lip, veç pun po ban. Edhe që po i ban pun me nder, shumë interesant. Po i ban pun me nder, kur s'po ta këthan fjallën asë njerë. Ti e po të zara Ramazani, ata s'po e zara Ramazani asë njerë. A i kini pa gratë, s'ka zara Ramazani të njerë? Rau! I janë shumë gjimish me i pa gratë, s'ka zara Ramazani. Se bura kemi pa, po. Bura kemi pa shumë. Po, për ta zë dhe një grua Ramazani e ka pas zonë. E kish pa fshi e borin ham sa ba ham në kësha. Që qatë, do me thonë, shta interesant, edhe kur e ka zonë Ramazani, shkretën pun po ban, po pastron. Me Ramazan, e zanë me pi Ramazanit po pastron, po ban pun. E kish pa fshi e borin ham sa ba, 30 dit, ham sa ba, edhe në kësham, djerë në dite. E po mirë ajo, sa mirë ajo. Edhe në sabah për bënë sevap, kur se ka zonë në Ramazani, edhe kur e ka zonë Ramazani për bënë sevap. E burrat kur për Ramazani që mu bojnë. Ato, heki drot, stili drot, shka i kinu ato druati, heki pjati, bëri ato drot, që ti jashtë, për shka i ki bru, që te batë mos për jashtë, ashtë ti dhe mrena, heki këta në ato. Kur gjo? Kur gjo? S'po qëtë dishka në Megdan, ajo edhe atëherë po qëtë Megdan. E pra veç gratë tona janë kaq me nder edhe si kekun mo. Për ju thamë besën si kekun mo. Veç këto tonat janë matë menqurat edhe matë ndershmet e grave. Se kemi jetu dhe agje ku janë musliman. Kemi pa doktora dhe shok ngusht që na kanë kalzu për familjet edhe kemi lezu na kanë kalzu për familjet e veta. Edhe ato janë kostimgji. Veç tonat ka nisin 5 vet një për papuqe kitë qef. Kitë qef. Kam daf, po din ka, iman ka, nder ka, respekt ka, edhe dajma të knaqën, pra na të knaqën, ato të knaqën, fëmijët e tonë të knaqën, të gjithë busqeshëm se jemi rob të Allahut edhe jemi ndinin ati, e ata Allah pra po e lusim, që neve këtë mirësi shpirtërore mrenat na e vazhdon, edhe të na e rrit inshallah,